Dimitër Gjoka është pa diskutim një nga gazetarët dhe folësit më të mirë të televizionit shqiptar. Prej shumë vitesh ai ka qenë pjesë e pandashme e televizionit dhe shumë shqiptar edhe sot e mbajnë mend mënyrën se si ai i jepte lajmet, me qetësinë që e karakterizonte në të folur. Pas disa vitesh larg nga ekrani, Dimitri ka vendosur të ndajë me publikun disa histori që nuk dieshin, madje qarkullonin vetëm në qarqe të vogla, dhe kjo është mjaft e kuptueshme kur jeton në një sistem komunist. Teksa ka folur për jetën e tij, Dimitër Gjoka u shpreh se është me origjinë nga Himara dhe ka qenë ushtar kur ka vendosur për të marrë pjesë në një audicion për spiker lajmesh. Ka shkuar në studio me uniformën ushtarake, nga emocionet madje i kanë rënë dhe fletët nga duart teksa bënte provat, por regjizori ka pikasur se ai ka patur një timbër zëri shumë të veçantë. Më pas, Dimitri ka marrë okein që të bëhet pjesë e radio televizionit shqiptar. Një detaj interesant që ka ndarë Dimitër Gjoka me ndjekësit është fakti se familja e tij ka patur njohje dhe lidhje me shefin e CIA-s amerikane, George Tenet, i cili ka mbajtur këtë detyrë për 11 vite. Dimitri tha se gjyshrit e George Tenet janë nga Himara e më pas kanë emigruar në Amerikë. Edhe mamaja e Dimitrit është nga Himara dhe ajo ka lidhje familjare me shefin e CIA-s amerikane. Madje, kur Dimitër Gjoka ka qenë i vogël, nuni i tij është bërë një familjar i George Tenet. Edhe në jetëshkrimin e tij, shefi i CIA-s amerikane ka thënë se ai është me origjinë nga jugu i Shqipërisë. Ky ishte një detaj mjaft interesant i jetës së gazetarit të shquar Dimitër Gjoka, i cili ka qenë dhe vijon të jetë jo vetëm një profesionist i shkëlqyer, por edhe një njeri korrekt dhe me shumë vlera. Dimitër Gjoka, përveç se një ikonë e ekranit shqiptar, rezulton të ketë patur edhe lidhje të afërta me një nga figurat më të fuqishme të inteligjencës amerikane. Po ju, çfarë mendimi keni për gazetarin Dimitër Gjoka?